Por një moment caktuar, ai ndalet me një pikë në gjiun e djathtë, e shoh se e prishën diçka, e u prish disponimi. Kur e ke burri mjek, ti mendon se nuk smuresh. Je mbrojtur. Dhe absolutisht ti thu te unë smundja nuk mund vjes, pakut jo kjo smundje me cilën burri merret çdo ditë. Të them të drejtën, gjithçka ka ndodhur krejt në mënyrë të rastësishme. Një natë derisa shifshim film me bashkëshortin, e shoh se ishte i mërzitur sepse kishte diagnostikuar një grua të re me kancer, edhe ishte shqetësuar shumë për shkak të moshës së re, dhe unë i them, po unë ka kohë që s'kam ardhur. Ai më thot, po unë them, hajde ti për herë gjën ndonjë arsye mos vish. Ai më thot, po mirë, okay. Ai pse nuk të tregoj herë paraprakisht se si duhet vetë kontrollosh. Thash, po ku e di unë si duhet kontrollom? Sa do të tregoj. Dhe derisa ai më mësonte mua se si të kontrolloj unë gjoksin tim, të dy gjinjt, pra të shoh nëse kam diçka dyshim, por një moment caktuar ai ndalet me një pikë në gjiun e djathtë dhe thot, e shoh se e prishën diçka, e u prish disponimi. Dhe pyes, ka diçka? Jo, e thot, ama nesër do vish me patjetër të bëjmë një eho të xhirit. Tash ama nesër kam ligjërata, sepse unë jam edhe mësimdhënëse në Universitetin e Topës. Tash nesër kam ligjërata dhe nuk mund t'i humbi. Tha, unë po them nesër të vish. Pa doshuajt ma fute frikën ma shumë. Unë shkoj në fakultet dhe du të filloj ligjëratat, më thirrën, thotë unë jam të prit, pse nuk vjen. Thash, abe se s'kam kur gjo une, leti ku e di çka ke mendu, të lutem të vish. Natyrisht, me ehon e parë që bëjmë ne pam që kishte diçka, vazhduam me kontrolla tjera më të avancume, bëm biopsin dhe brenda një intervali 2 javor unë hoqa komplet gjiun. Për shkak se ne konsideruam pavarësisht faktit se ne në atë fazë nuk e dishim nëse cilin stad do jem, ne konsideruam se largimi komplet i gjiut e zvoglonte probabilitetin mas të madhe që të ktheheshte, dhe unë pranova në atë mënyrë radikale ta zhvilloj, dhe unë them që ndoshta ka qenë një prej vendimeve. Sigurisht nuk ka qenë hiç e lehtë. Absolutisht.